Por një ndër zhvillimet të cilat kanë tronditur gjithë botën nuk ka ndodhur thjesht mbi atë që raportojmë nga gjiri persik nga lindja e mesme edhe këto sulme, por gjithashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rikujtojmë edhe njëherë një burr i cili përplasi kamionin e tij të mbushur me eksploziv në një sinagogë në Michigan. Tashmë ai është identifikuar dhe kanë dalë edhe detajet të fundit për sa i përket Ayman Muhammad Ghazali, 41 vjeç, i cili ka thënë disa personave se familja e tij u vra në një sulm rakete izraelite në Liban në fillim të këtij muaji. Ghazali u qellua për vdekje nga oficerët e sigurisë pasi kaloi makinën e tij nëpër një korridor në Temple Israel në West Bloomfield Township pranë Detroit në Michigan. Policia ju përgjigj raportimeve për një person të armatosur aktiv në mesditën e së enjtës. FBI përshkroi një akt të synuar dhune kundër komunitetit hebre dhe një akt terrorist. Askush nuk u plagosë rënë në sulm, por u vra edhe autori. Ghazali ka lindur në Liban në 2011, ai hyri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke përdorur një vizë emigrimi si bashorti i një shteti amerikan. Ai u bë shtetas amerikan në 2016, jetoi në qytetin Dearborn Heights të Michigan, ka qenë kryebashkiaku i qytetit i cili tha: "Në fillim të këtij muaji Ghazali humbi disa antar të familjes së tij, përfshirë mbesën dhe nipin e tij në një sulm izraelit në shtëpinë e tyre në Liban." Ju kujtojmë se Izraeli ka sulmuar në fakt Libanin si pasojë edhe vendodhjes së Hezbollah, grupit të shpallur terrorist i cili mbështetet edhe nga Irani në kuadër të këtyre zhvillimeve të fundit, duke nisur nga 28 shkurti.